Tirana u shpall kryeqytet i Shqipërisë me vendosjen e qeverisë. Dhe Ciceroni, zoti Greca, këtu na tregoi maketin dhe unë e lexoj këtu sipër që nuk mund të kapet nga kamera, banesa në Tiranë ku në vitin 1920 u vendos qeveria që doli nga Kongresi i Lushnjës, pra qeveria e parë, qeveria e Sulejman Delvinës. Për sa i përket pyetjes suaj të mëparshme, unë po bashkëbisedoj me zotin Greca si historian që jemi të dy. Në historinë e Shqipërisë trajtohet që dy ishin prioritetet e qeverisë së Sulejman Delvinës: ruajtja e tërësisë territoriale, pra ndjekja jashtë kufive ose dëbimi jashtë kufive, siç e tha dhe ju pak më parë, i Italisë, ishte instaluar në Vlorë, dhe i forcave të mbretërisë serbo-kroate e slovene, që ishte instaluar në vijën strategjike në kufirin verilindor të Shqipërisë. Dhe dyta ishte njohja ndërkombëtare e Shqipërisë, që ajo në krye të një viti deri në datën 17 dhjetor të vitit 1920 i realizoi të dyja. Dëboi dhe italianët në luftën e Vlorës, dëboi dhe jugoslavët përtej kufirit shtetëror dhe siguroi dhe njohjen ndërkombëtare me mbështetjen e Britanisë. Në 17 dhjetor të vitit 1920 Shqipëria pranohet si anëtare e lidhjes së kombeve dhe një vit dhe disa ditë më vonë, pa mbushur një muaj, në 9 janar të vitit 1921, njihen zyrtarisht dhe kufijtë e Shqipërisë. Po. Atëherë me që jemi këtu, domethënë të flasim diçka për mobilet që ka kjo shtëpi, sepse këta vizitohen gjithmonë dhe ngjallen interes. Ne ruajmë reliket origjinale, karriket që janë ulur ato kryesia, domethënë kryetari Aqif Pasha, nën kryetari Soti Peci, sekretari Ferit Vokopola dhe Koça Kota, se ishin dy sekretar. Ruajmë njëkohësisht dhe flamurin kombëtar, i cili është ngritur në Lushnjë, një herë ditën e pavarësisë me 27 nëntor në 1912, pastaj ditën që është bërë mbledhja e Kongresit të Lushnjës dhe ditën e çlirimit të Lushnjës me 18 tetor 1944. I vetmi flamur që ka qarkulluar pra në to vite. E folëm për karriget, e ndërruar Greca, dhe unë doja që pikërisht kjo karriget bëhet me pranishme ja ku janë karriget, me dukshme pikërisht këtu, po ju themi të urdhërojnë e të ulen në personalitetet historike të kohës, dhe me që historiani Gjika është pikërisht e flamuri, unë doja që ta shpaloste as pikërisht flamuri, kombëtar, Shqiponja, dykrenare, dhe është një mrekulli që po i vjen shekulli që ruhet në gjendjen e atëhershme. Pjesa tjetër, dekori është i thjeshtë, apo jo? Ne folëm për vendimet bazë historike të Kongresit, edhe mund të kalojmë në vijim për të marrë momente të tjera për cilat folëm paraprakisht.